Pjesa briljante e saj është mundësia për të studiuar, mundësia për të mbledhur informacione, mundësia për të kuptuar dhe për të njohur, po themi, të dhënat e fundit shkencore, titujt e fundit të botuar e tjera. Mirë po, çfarë na ka penalizuar dhe po vazhdon të na penalizoj është sepse në sojë të kaq shumë informacioneve ka pa fond gabime në diagnostifikim dhe ka pa fond gabime në trajtim. Do më thënë, në çarçe shkencore, neve jemi duke folur për të tentuar për të harmonizuar këtë benefit që kemi nga AI në aspektin shkencor. Edhe për të mbrojtur pjesën e gjykimit klinik, nuk mund të diagnostifikohet një sëmundje e miokardit, një depresion, një problem me veshka, e tjera në sojë të simptomave të cilat i liston në chat. Sepse jo gjithmonë njojtja jote për këtë simptomatologji dhe narracioni jote është i saktë. Sepse mungon gjykimi klinik, mungon observimi i klientit. Për shembull, ti thua qatit se unë jam zverdhur në fytyrë, kam dhimbje të nyjeve, kam këto ngërçet në stomak e tjera, ndërsa ati mungojnë për shembull gjykimi klinik për të parë zverdhja jote në çfarë është ose cila lloj e pjesës së fytyrës për shembull ka rënje, a ke këto rrathët e zi në fytyrë, a ka ndruar ngjyra e mukozës së gojës për shembull, e gjëra të tjera të cilat gjykimi klinik AI nuk e zëvendëson gjykimin klinik dhe gjykimi klinik është i pashmangshëm në një diagnostifikim të mirëfillt. Mandej, domethënë, deri para disa muajve ka ekzistuar një farë lloj trendi i nevojës patologjike për të thënë që shif se AI do të zavendësoj mjekun, do të zavendësoj psikiatrin, do të zavendësoj psikologun e tjera, por nuk mund të zavendësoj. Nuk e ka asë një mundësi për ta zëvendësuar gjykimin klinik për shembull të një psikoterapisti, sepse të të vije përpara ty dhe të të listoj sa të doj simptome klienti, në qoftë se ato nuk kanë kongruencë, nuk bashkëqohen me ekspresivitetin facial, me sjelljet, me për shembull posturën, sepse neve gjatë evaluimit klinik flasim për ekspresivitetin facial, për intonacionin e zërit, për shembull, për posturën, e tjera, të gjitha këto hinë në një gjykim.